Mirë mëngjesi, Antigon, mirë se Mirë mëngjesi, për juve. Po, mirë jom, faleminderit ju, a jeni mirë? Mirë, dhe na. Shikus, ta i keni mirë? Shikus, po do këtë Kamermanat, regjin? A, kajtë në vijena. Tam Big Brother qësh janë? A, ta mas mirë, për i mojmë që qëto. Para durve. Mashallah. Qka kemi të re këtë javë, Antigona? Valajnë, në këtë javë kemi një hanë të plotë kemi pas, një hanë të plotë në Bineq, edhe ka qenë një periudhë bajk, është hana e fundit e plotë në këtë vetë, edhe që shme thonë, Bineqt janë simbolika e jo të vërtetës. Të Binjaku kemi fare tjetër dalim mes asaj që ka shofim në vitrin edhe asaj që ka brenda. Dhe që kjo është simbolika e kësaj hanët plot. Edhe o të ardhë një moment, kjo është që më cikli cili ka fillu në 2008 për ciklet më të gjata, e për ciklet më të shkurta është diku ka fillu në qeshor të vitit 2025, një cikl i cili duhet me marrë tash fund. Kena thënë gjithmonë që kur kemi hanat plota, kemi një moment reflektus, ose diçka përfundon, ajo, që ajo është hana plot, një farë lloj shlirimi, një e vërtet e cila ti e pranova, se pranova është qashtu, dhe po shkojmë pishes parë. Një pytje parë se me shku të pjesa e shenjave, Antigon. Kjo pjesa e hanës së plot për pas në ndikim emocionale, ka dhe ndikim në pjesën e shëndetit? Po, ka shumë. Qysh manifestohet? Shumicën e rasteve me kokëdhimbje, me lodhje trupore. Na duhet me pas parasysh që kur është cikli i hanës plot, do të mushqy ma pak, me pi ujë ma pak, se niveli i ujit është ma i nalt në gjithkon një jetë në përgjithësi, rritet niveli i deteve, i ujnëve në përgjithësi, edhe niveli i ujit në organizmin tonë na bën që na mundi mua nervoz, ma të shqetësum, njerëzit me probleme kardiake duhen me pas kujdes, me pi ilaçet me rregull, mas më u shqetësu shumë, edhe në përgjithësi reflektohet me nervoz, me pakënaqësi, shumicën e rasteve. Kur jemi të vetëdijshëm, na duhen me kuptu që e kemi prej hanës plot. Këto ditë me konë kom fol, jam i këput, sëm po eci, sëm piqoj durët, sëm piqoj kam. Për që ata dveta? Për përvojës personale. Që kjo është që ka ndodhë kur është hana e plot, po hana e plot është gjithdo 28 ditë, jo gjithë të cila hana e plot e ka efektin shumë të madhë, kjo është njëna prej super hanave të plota, dhe është e fundit për këtë vit, kështu që kjo është ka është. Po, shkoj me parashikimin që shë kemi të rëndit nëse gjithmonë Dashin e kemi shumë ata që ka ata kajnë mendu edhe kajnë shpresu që kajnë marrit me përfundu deri ka fundi vitit, ata obligimet e cilat ja kajnë dhanë vetës, e kajnë me pa që është e pa mundën thuja se me ndru, me jarrit ato ndryshime, jo vetëm 2025, po edhe 2026 ka me qena përsisht e njejta, sepse 2025 neve në ka pregadit për diçka që po vjen në 2026, raportet raportet e afërta për dashin janë indikative, duhen më kujdes, edhe me i këput raportet e cilat nuk funksionojnë. Shumicën e rasteve na flasim për raportet familjare, të cilat faktikisht a është e mundën, a nuk është e mundën me i shkëput, kjo është pikpytje e madhe, por raportet të cilat nuk mujnë me i shkëput, na duhen me pas parasysh që mujnë me i riformu, mas me pas njëjtin impact në jetën tonë. Okej. Më rënditja është Demi. Demi duhet me pas parasysh me paret, duhet me kuptu që duhet me ndru qasje ndaj të ardhënave, edhe ndaj fitesës, në përgjithësi, demat janë njerë që e dojnë komforin, ata ka një qef mundi komfor edhe me pas një farë sigurie financiare, e thuja se ka një pa mundër me pas qatë siguri financiare në këtë shekull që jetojmë na, me këto ndryshime që njerëzimi po i përjeton, thuja se modë sigurt nuk ka kur gja për pos vetës tonë. Do më dhënë dëmë të kam probleme me financa? Me financa, po. Okej. Shkojmë me Binjakun, të shte Binjaku a kemi edhe ju pyt edhe këtë farë hanën e plot, edhe për balti janë shumë planetat të cilat po ndodhen në shigjetar, po ashtu edhe dielli, edhe kjo është një indikacion që fusha e tyre e shtatë shumë ngarkume, kurse ata duhen me përjetu ndryshime sa i përket asaj se si ata e shofin veten.
fusha unë jam, është fusha e parë, edhe binjesh donë me kuptu kush janë fakt, edhe cilat ata kapacitete ata mendojnë që i kajnë, në fakt nuk i kajnë. Okej, është e Gaforja me radhë? Gaforën e kemi shumë intuitive në këtë javë, kajnë edhe Jupiterin aty, ata tanë kohën kanë qenë, thuja se gati gjithë vitin kanë qenë shumë entuziast, duke mëndu që ata janë gjendje me ndru senet edhe me vepru ashtu qysh ata mendojnë që mundet. 2025 dhe 2026 ta kam ja rëzu disa kulla, sidomos nëse nuk i besojnë intuitës edhe nuk shteten në intuitën edhe në atë që ka shofin ondër ose që ka universi është i thonë. Po tentojnë gjithmonë me shku ka realja edhe ka ajo që ka është profitabile. Dashat, këta Gaforët duan me ditë që profitabile është vetëm ajo që ka ta do zemra. Okej, shkojmë të shenja tjetër. Luani në këtë fundvit po balafaqohet me të vërtetat e mëdha lidhur me shoqërinë e vetë edhe lidhur me anëmiq të cilët ata i kanë konsideru ose jo anëmiq. Shpesh Luani nuk është i vetëdijshëm me kanë në tunejt ose ku është tuja kushtu kohën duke e majt nejën gjithmonë vetë. Edhe duke u kujdes që gjithmonë atmosfera me qenë mirë përmes energjisë e Luanit, kurse çfarë po merr prej aty në njerëz me të cilë po kalon kohë, rrallë ka kohë me mendu, e në këtë fund vit do t'i kuptoj disa gjana. Do të kuptoj kjo që gjatë gjithë vitit ai ka jep e pak ka marrë. Ka marrë, po. Okej, edhe me pas kujdes që mos me jep shumë. Jo, nuk mundesh me dalë për natyrës tënde, nëse ke natyrën që i jep, ke me dhanë, vetëm që do, tash spaku do të më ndru njerëzit, mos më ja dhanë mot njëjtve. Njëjtve, me ndru pak. As hargjohet pak ma shumë që ashtu Antigona bilet njëjtve. Dikush është i kryun për me marrë, dikush është i kryun për me dhanë. Njerëzit e cilët janë kryun për me dhanë, e kanë zërë me marrë. E kanë zërë me marrë me lindjen e vetë, nuk është çështje se si kanë kriju raportet, po çështje është se si çfarë energjie kanë ata në fakt. Okej. Luani është një pisheve që është i lindën për me dhanë. Okej, kalojmë te Virgjeresha. Virgjeresha duhen me pas parasysh që atë status të cilin ata kanë dëshiru me pas, nuk e kanë, edhe duhen me u mundu në një mënyrë tjetër me përfitu që atë status. Jo në atë mënyrë në të cilin dhe i sot kanë luftu. Ata kanë me ditë sakt se cila është aja pjesë në të cilin ata kanë dash me arrit një status përmes një mënyrës vetë. Zakonisht zgjedhin mënyrë të heshtjes edhe të analizës edhe të veprimeve shumë të padukshme ose shumë të mshefta, por kësaj radhe ata kanë mu dash me qenë ma konkret. Me mujtë me arrit qëllimet e veta. Është pjesa e dashnisë? Jo, është karierë, është pozicion. Po, është pozicion. Ata janë të kërku një pozicion tjetër në jetën e vetë. E në pjesën e dashnisë? Sa i përket dashnisë, unë e mendoj që kur gjë tre nuk mundën me pas, ka kalu koha e ndryshimeve vetëm dha për Virgjereshat. Virgjereshat e kanë pas para 2 viteve një kohë kur kanë mujtë me jakor suksesin edhe me arrit me kriju, si me thanë, lidhjet të qëndrushme. Kësaj tashmë nuk e kajnë për dispozitën e planetave, edhe duhen me di që tash mund të krijojnë ata dashuri, ose ti mirëmbajnë dashurit e vjetra. Nëse krijojnë dashuri, nuk kanë me qenë afatgjate, kurse ata të vjetrat munden me përparu, por duhet gjithmonë me pas kujdes, edhe me marrë dhe me dhanë njëkohësisht. E qartë. Kalujmë të Peshoja tash. Peshorën e kemi, me thanë, pak është në një krizë të identitetit vetë, duke marrë parasysh që peshorët janë shumë konkrete. Ata dojnë që rezultatet janë të dukshme, edhe gjithmonë mendojnë që çka do që të veprojnë, feedbacku është ashtu që kanë llogarit ata. Ne i njohim si njerëz disiplinum, edhe njerëz të cilët vërtet shumë zor dalim prej balansit. Në këtë periudhë ata kanë me kuptu që për te aty në rezultateve të cilat janë të pritshme për ta, mundet me dalë diçka që nuk është e pritshme, edhe ka nevojë për spiritualizëm, për ma shumë meditim, për ma shumë autodialog, edhe ma pak nevojë që secili veprimi një peshores tjetë gjithsesi i feedback për dikujt tjetër. Ma te për të merren me atë çka ata ndjejnë, edhe çfarë dëshirojnë,
edhe ma tepër të merren pak me filozofin, me spiritualizmin, mistikën, ose çfarëdo lloj rrugë shpirtënore. E qartë. Me radhë kemi akrepin. Akrepat janë transformim total, akrepat janë të e përfundu ciklin e vetë bagit rënd, të cilin e kanë kalu, ka vite me radhë, përballë kanë pas uranin, i cilin e dem i ka shkaktu shumë akrepave trazira në raportet e tyre. Tashmë, ata janë në përfundim të një cikli të transformimit, edhe kë fundvit do t'ja jap atë shëplakën e fundit, të cilën akrepat dohen me e kuptu, një e vërtet në të cilën ata nuk dojnë. Problemi të akrepi është që insistojnë, nuk e pranojnë të vërtetën kur i thuhet, por kur ata e mendojnë që është koha. Këmgulljen. Janë shumë këmgullës, edhe insistus, edhe s'kajnë qare po u ballafaqu me një të vërtet edhe pa e pranuate. Okej, shkojmë të shigjetaре. Shigjetarin e kemi thuja se të lullzu, aty e kemi dashën, e kemi diellin, e kemi shumë afër Venerën, e kemi Marsin aty, Merkuri po ashtu, 4 planetat e cilat po bojnë dashëm në shigjetar, përballë kemi hanën e plot, edhe përballë saj që është binjaku, i bjen me qenë raport, i bjen për ta shtëpia 7 është e raporteve, ndryshim në raporte, kam thënë edhe ma herët ndoshta martes, fejes, një lidhje afatgjate. Okej. Kalojmë te Bricjapi. Bricjapin mos pa harrojmë se po na kritikojnë, duhen me kuptu që nuk shkon jeta më kështu, ose duhet me ndru punën, ose duhet me marrë një punë të re. Okej, ujori shenja para fundit. Ujori dashni, ata e kajnë kohën për me ranë dashni edhe me shiju të bukurën e dashurisë, por jo ajo dashuria e cila do të përfundoj me një martesë ose me një përfundim Humdur. Por do E përkohshme. Por do të jetë një përvojë e bukur. Okej, edhe në fund këtë janë Edhe në fund fare peshku është do të kujdeset për shtëpinë, për ambientin ku jetojnë, le të merren pak me arredimin e shtëpisë, me ndryshimin, me dekorimet, me këto, për ndryshim emocional në raporte me nënën edhe me njerëzit e afërt familjes. E qartë. Faleminderit shumë Antigona për gjitha parashikimet dhe mendimet tua. Kënaqësi që gjithmonë me pas në studio. Dojna shumë. Faleminderit, mirë pafshim. Faleminderit shumë edhe juve miq që qëndruat bashkë me ne deri në këto momente. Uroj që sadopak përmes këtyre 2 orëve kemi arrit me ju këtu. Uroj që ta keni po ashtu një javë sa më të mbarë dhe bashkë shihemi të shtunën e ardhshme. Mirupafshim.